Cila nga vajzat do të ketë shansin të bëhet pjesë e televizionit Klan? Kë do të shohim shpejt në ekran? Atëherë, vajza që do t'i bashkohet Sajmirit edhe Gentit në sezonin e ri televiziv, në televizionin Klan, në programin satiro investigativ Stop është, e dëgjova një zë aty, Klevisa Gega! Klevisa! Urime Klevisa! Është e bukur bota e televizionit, do ta prekësh pas pak vetë. Suksese! Suksese dhe welcome in the family. Faleminderit Berti. Ka një tjetër çmim. Një titull i rëndësishëm që do të jepet tani për njërin nga 6 finalistet. Fituesja që do të përfaqësojë Shqipërinë në Miss Charm 2025 në Vietnam. Ftojmë në skenë Miss Charm Albania 2019, prezantuese dhe modele Adela Cani. Adela Cani, mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu. Do ta hapim zarfin, po do të bëjmë një pyetje të shkurtër. Si ka ndikuar pjesëmarrja jote në kompeticione bukurie? Atëherë Miss Universe Albania ka qenë një augur i mirë për mua, pasi më ka bërë pjesë të spektakleve dhe kompeticioneve të ndryshme, kur unë kam përfaqësuar vendin tonë bukur me vajza kaq të bukura. Dhe dua të bëj një falënderim të madh për familjen time të madhe, Miss Universe Albania dhe producentin e madh Eduard Deda. Faleminderit. Për Edin. Pa humbur kohë, zbulojmë Miss Charm Albania 2025. Kush? E lexoj? Miss Charm Albania 2025, Amanda Kanullari, Amanda. Miss Charm Albania 2025. Vajza që do të përfaqësojë Shqipërinë në Vietnam. Shumë faleminderit atë. Do të na përfaqësojë në Vietnam. Miss Charm Albania.